Kjo stin është koha ideale për të përfituar nga kura e natyrës. Vaj ulliri me limon. Zgjohuni shpesh në mëngjes të lodhur dhe pa energji. Nëse po, atëherë ja një ide e thjeshtë që shumë njerëz e përdorin për të ndjerë më të lehtë dhe më të gjallë. Kombinimi i vajit të ullirit me lëng limoni. Mjafton të shtrydhni një limon, ta përzini me një lugë gjelle vaj ulliri dhe ta konsumoni rregullisht. Shumë kush thotë se pasi e provon nuk e lë më. Kjo përzierje, sipas shumë traditave të vjetra popullore, përdoret prej kohësh si një mënyrë natyrale për të ndihmuar organizmin të pastrohet nga ngarkesat e panevojshme dhe për të sjellë më shumë freski në nisjen e ditës. Në mëngjes mund të ndiheni më të lehtë, më të rifreskuar dhe me më shumë energji. Kjo formulë është përmendur dhe përdorur që në lashtësi, ku qytetërime të ndryshme i atribuonin vajit të ullirit dhe limonit vlera të shumta mbështetëse për shëndetin. Vlerat shëndetësore. Dihet se vaji i ullirit është një nga shtyllat kryesore të dietës mesdhetare. Ai përmban yndyrra të dobishme që shpesh lidhen me mbështetjen e balancës së kolesterolit dhe me funksionimin më të mirë të organizmit. Nuk është rastësi që në Greqinë dhe Romën e lashtë, vajin e ullirit e quanin lëngu i artë. Nga ana tjetër, limoni është ndër frutat më të pasura me vitamina dhe antioksidant. I kombinuar me vajin e ullirit, krijon një përzierje që shumë njerëz e përdorin si mbështetje natyrale për disa shqetësime të zakonshme. Çfarë përmendet se mund të ndihmojë kjo përzierje? 1. Ndihmon kundër kapsllokut. Ekspertë ndryshëm e përshkruajnë këtë kombinim si një lubrifikant natyral që mund të lehtësojë lëvizjen e zorrave, të mbështesë tretin dhe të nxjisë funksionet e mulçisë dhe të fshikëzës së tëmthit. Përmes aktivizimit të forcave tretëse, organizmi mund të largojë më lehtë mbetjet e panevojshme. 2. Mbështet shëndetin e zemrës dhe enëve të gjakut. Vaji i ullirit është i njohur për përmbajtjen e acideve yndyrore të dobishme. Së bashku me limonin, kjo përzierje përmendet shpesh si mbështetje e mirë për sistemin kardiovaskular, sidomos në kuadër të një ushqyerje të balancuar. 3. Ndihmon në zbutjen e dhimbjeve të kyçeve. Përzierja përmendet për vetit anti-inflamatore. Nëse konsumohet në mëngjes me stomakun bosh, disa njerëz raportojnë se ndihen më mirë nga ngurtësimi apo dhimbjet e kyçeve. 4. Mbështetet funksionet e mulçisë dhe fshikëzës së tëmthit. Thuhet se konsumimi në mëngjes mund të ndihmojë në ekuilibrimin e funksioneve të mulçisë dhe të tëmthit, duke ulur gjasat për formimin e gurëve në tëmth. Si ta përdorni? Shtrydhni një limon, përzijeni me një lugë gjelle vaj ulliri. Mund ta pini ashtu ose ta shoqëroni me pak ujë të vakët. Konsumojeni para mëngjesit. Shënim i rëndësishëm. Kjo është një këshill popullore dhe nuk zavancon trajtimin mjekësor. Nëse keni gastrit, refluks, probleme me tëmthin, mëlçin ose merrni ilaçe të rregullta, është mirë të këshilloheni me mjekun. Lexoj Hysni Valiu.